Pas 7 ditësh kërkime është gjetur trupi i Ardit Beshirit, 29 vjeçari po punonte me ekskavator në vendin ku një masiv dhe u e zuri poshtë. Me anë të një video të dërguar në redaksin ton, qytetari ngre pikpyetje mbi procesin e zgjedhjeve. Ai thotë se kandidati i Partisë Socialiste në Podgorinë të Korçës i ka ofruar para në këmbim të votës. Vijon rritja e çmimeve të produkteve të shportës duke e çuar inflacionin në 2.3%. Kjo është vlera më e lartë në 15 muajt e fundit. Papa i ri Leoni XIV do të jetë pasuesi i Papa Franceskut. Për herë të parë në historinë e papatit zgjidhet një papa amerikan. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Dyshime për blerje votash në Podgorinë të Korçës. Një video e re tregon një djalë të ri i cili pohon se kandidati i Partisë Socialiste Arjan Jaupllari i premtoi 100.000 lekë të vjetra mamasë së tij një ditë para zgjedhjeve. Redaksia joni bën thirrje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe SPAK-ut të nisin menjëherë hetimet. Pas denoncimit të parë për një rast të dyshim të blerjes së votave në fshatin Podgorinë të Korçës, vetëm 3 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, qytetari që bëri publik ngjarjen ka sjell një video të re në redaksin ton që e bën edhe më serioze situatën. Në videon e dytë shihet një i ri, antar i familjes që pretendohet të vizituar mbrëmjen e dieshme nga kandidati i Partisë Socialiste për deputet Arjan Jaupllari, së bashku me disa persona të tjerë. E sa i kështë edhe në 150.000? 100, jo 150. 100 i kështë edhe në 150 do të sjeli? Jo bëjnë 100.000 të qapta kur vitashim në të ditë parë do votimet, do vitonë. I riu pranon para kamerës se kandidati i Partisë Socialiste i ka premtuar mamasë së tij 100.000 lekë të vjetra, të cilat sipas tij do t'ia jepte më 10 maj, vetëm një ditë përpara votimeve. Qytetari që ka bërë denoncimin shton se kandidati ndodhej në banesën e kësaj familjeje rreth orës 20:40 minuta të mbrëmjes, një orar mjaft i pazakontë për takime elektorale në një fshat që ndodhet 30 kilometra larg qytetit të Korçës. Ky deklarim i drejt për drejt i regjistruar në video përbën një indikacion serioz për një rast të mundshëm të blerjes së votës, një veprim i ndaluar rrektësisht me ligj dhe që cënon rënd integritetin e procesit zgjedhor. Redaksia jon i bën thirrje organeve kompetente, në veçanti KQZ-s dhe SPAK, që të nisin menjëherë hetimet për këtë rast dhe të marrin masat e duhura ligjore. Këtë pamje përbën një bazë të mjaftueshme për nisjen e një procedimi zyrtar dhe për verifikimin e pretendimeve të ngritura. Redaksia jon do të vijojë të ndjek nga afër këtë çështje dhe të publikojë çdo zhvillim të ri që lidhet me këtë rast. Është gjetur trupi i 29 vjeçarit Ardit Beshiri pas 7 ditësh në Rënoj. Ai po punonte me ekskavator në një masiv dheu kur ndodhi një shpërthim në rezervuar duke e zënë poshtë të ri. Redaksia jon shpreh ngushëllimet për familjarët dhe të afërmit e tij. Pas 7 ditësh në rënojat e mineralit në zonën e Qaf Burelit në Klos, është nxirr sot trupi i pajeti i Ardit Beshirit, 29 vjeç. Ai po punonte me ekskavator në një masiv dheu kur papritur shpërthimi i një rezervuari shkaktoi një rrëshqitje të madhe dheu, që e zuri poshtë dhe i mori jetën. Ngjarja tragjike ndodhi të shtunën më 3 maj. Trupi i Arditit u gjet disa kilometra larg vendit të ngjarjes mes mineraleve të shumta që u rrëzuan në momentin e çarjes së digës. Babai i tij, Nerim Beshiri, bëri thirrje të përsëritura për dërgimin e mjeteve të specializuara për kërkimin e të birit, por përpjekjet nuk sollën shpëtimin e Arditit. Në mungesë të një reagimi të menjëhershëm institucional, pjesa më e madhe e kërkimeve të para u zhvillua nga familjarët dhe të afërmit. Më vonë kërkimeve i u bashkua edhe një ekip i forcave të sigurisë së Kosovës, që kontribuoi në operacionin e gjetjes së Arditit. Masivi i rrëshqitur mbulon një sipërfaqe të madhe në luginën nën minier, duke e bërë tepër të vështirë lokalizimin e trupit të 29 vjeçarit. Çmimet e ushqimeve dhe të produkteve bazë janë rritur ndjeshëm në muajin prill, duke çuar inflacionin në 2.3%, niveli më i lartë në 15 muajt e fundit, ndërkohë që qytetarët përballen me kosto gjithnjë më të larta jetese, institucionet publike mbeten pasive dhe nuk japin një zgjidhje konkrete. Në vend që të zbrisnin në prill, siç ndodh zakonisht për shkak të prodhimeve vendase, çmimet e ushqimeve dhe produkteve bazë janë rritur ndjeshëm, duke çuar inflacionin në 2.3%, nivelin më të lartë në 15 muaj. Ndërsa familjet shqiptare luftojnë për shportën gjithnjë e më të shtrenjtë, institucionet publike tregojnë apati dhe mungesë veprimi. Sipas të dhënave të Instat, grupi ushqime dhe pije jo alkolike dha ndikimin më të madh në këtë rritje inflacioni, duke kontribuar me plus 1.29 pikë përqindje. Më pas vjen mobiljet, energjia, qerat, restorantet, madje edhe shërbimet arsimore dhe shëndetësore. Pra rritja prek direkt
jetën e përditshme të çdo qytetari. Situata është edhe më alarmante kur merret parasysh paralajmërimi i Bankës së Shqipërisë se ekonomia po ngadalësohet. Megjithatë, banka vendosi të mos ndryshojë normën bazë të interesit, duke u mjaftuar me deklarata teknike, ndërsa konsumatori përballet çdo ditë me çmime më të larta. Në këtë realitet, dështimi i sektorit të bujqësisë dhe mungesa e mbështetjes efektive për prodhimin vendas ka ndikuar direkt në mungesën e furnizimit dhe rritjen e çmimeve. Askush nuk mban përgjegjësi dhe askush nuk ofron një zgjidhje. Në një vend ku paga minimale nuk mbulon as kostot bazë, inflacioni nën kontroll është thuajse një mashtrim statistikor. Për herë të parë në histori, një Amerikan është zgjedhur pap, kardinali Robert Prevost nga Chicago, me emrin Leoni XIV, duke bërë thirrje për paqe, dialog dhe drejtësi. Me një përvojë të gjatë në Amerikën Latine dhe me një profil centrist, ai pritet të vijojë trashëgimin e Papa Franceskut. Kardinali Robert Francis Prevost, i lindur në Chicago dhe 69 vjeç, është zgjedhur papa i ri me emrin Leoni XIV. Ai është papa i parë amerikan në histori, megjithse në fjalimin e tij të parë nuk foli në anglisht. Figura e tij është e njohur në episkopatin amerikan, por shpesh konsiderohet më pak amerikan se kolegët e tij për shkak të përvojës së tij të gjatë si misionar në Amerikën Latine. Prevost ka një formim akademik në matematikë dhe filozofi dhe është antar i urdhrit të Augustinianëve. Në vitin 2001 deri në vitin 2013 ka qenë prior i përgjithshëm i kongregatës dhe më pas peshkopi i Chiclayo në Peru. Përpara se të bëhej papa, ai drejtonte dikasterin për peshkopët dhe ishte presidenti i Komisionit Papnor për Amerikën Latine, duke qenë një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Papa Franceskut. I njohur për profilin e tij centrist dhe pragmatik, Leoni XIV shihet si një figurë që mund të ndërmjetësojë mes grupeve të ndryshme brenda Kishës Katolike, veçanërisht në SBA. Ai ka një ndjeshmëri të veçantë ndaj çështjeve sociale dhe kulturore dhe pritet të vazhdojë në frymën e dialogut që ka karakterizuar papatin dhe paraardhësit e tij. Në fjalimin e tij të parë, ndër të tjera, Papa i ri tha: "Paqja qoftë me ju." Kjo është përshëndetja e parë nga Krishti i ringjallur, bariu i mirë. Dëshiroj që paqja të arrijë në familjet tuaja, tek i gjithë populli dhe në mbar botën. Paqja qoftë me ju. Një paqe pa armatim, paqësore dhe e thjeshtë. Zoti na do të gjithëve pa kushte. Akoma e dëgjojmë në veshët tanë zërin e Papa Franceskut që bekonte Romën dhe të gjithë botën në ditën e Pashkëve. Më lejoni të vazhdoj atë bekim. Perëndia na do, Perëndia ju do të gjithëve, edhe e keqja nuk do të fitojë. Do të jemi në duart e Perëndisë, por pa frikë, të bashkuar, dorë për dorë me Perëndin dhe mes nesh do të ecim përpara. Ne jemi dishepuj të Krishtit, Krishti na paraprin. Bota ka nevojë për dritën e tij. Njerëzimi ka nevojë për të qenë në kontakt me Perëndin dhe dashurinë e tij. Na ndihmoni të ndërtojmë mura me dialogun për të qenë gjithmonë në paqe. Faleminderit Papa Francesk. Do të doja të izoloja të gjithë vëllezërit kardinal që më zgjodhën për të qenë pasues i Shën Pietrit, për të ecur së bashku me ju, për të kërkuar paqen, drejtësinë dhe për të punuar me burrat dhe gratë, besimtarë të Jezu Krishtit, për të qenë misionar. Në fund ai ka drejtuar një lutje bashkë me besimtarët, një Ave Maria, duke dhënë një indulgjencë plenare. Një shaka në TikTok ka përfunduar tragjikisht në Virginia të SBA-s, ku një 18 vjeçar u qellua për vdekje nga pronari i një shtëpie gjatë një loje e quajtur Ding Dong Ditch. Autori i dyshuar është arrestuar dhe akuzohet për vrasje të shkallës së dytë. Një shaka në TikTok e ideuar nga 3 adoleshent ka përfunduar në mënyrë tragjike pasi një prej tyre është qelluar për vdekje nga një pronar shtëpie në Shtetet e Bashkuara. Policia konfirmoi se 18 vjeçari Michael Bosworth ndroi jetë si pasojë e plagëve të marra nga të shtonat me armë në orët e para të mëngjesit të 3 majit në shtetin e Virginias. Rreth orës 3 të mëngjesit, autoritetet e qarkut Spotsylvania morën nga telefonat për një hyrje të dyshuar me forcë në një banesë ku ishin të dëgjuar të shtëna. Policia deklaroi se bëhej fjalë për një shaka në kuadër të një trendi në TikTok të quajtur si Ding Dong Ditch, ku adoleshentët trokasin në shtëpi të panjohurve dhe largohen me vrap para se dikush të hap derën. Ata kishin filmuar disa raste dhe planifikonin të postonin në rrjetet sociale. Nga të shtonat, 2 nga adoleshentët mbetën të plagosur në vend ngjarje, ndërsa i treti shpëtoi pa lëndime. Bosworth u transportua në spital, por nuk arriti të mbijetonte. Një tjetër i mitur u trajtua për lëndime të lehta dhe doli nga spitali. Të 2 adoleshentët e mbijetuar deklaruan se gjithçka ishte një shaka, jo një përpjekje për vjedhje. Policia arrestoi më pas 27 vjeçarin Taylor Chase Butler, i cili akuzohet për vrasje të shkallës së dytë, lëndim të qëllimshëm dhe përdorim të armës në kryerjen e krimit. Ai ndodhet në paraburgim pa mundësi lirimi me kusht.
Bësuart ishte maturant në shkollën e mesme Mesoponax dhe incidenti ndodhi vetëm disa orë para se të zhvillohej mbrëmja e maturës. E dashura e tij mori pjesë vetme në mbrëmje, duke mbajtur në krah papionin roz që ai kishte planifikuar të vishte. Në një dedikim emocional në Instagram ajo shkroi: "Ishe i dashuri më i mirë, personi më i mirë, vëllai, djali dhe miku më i mirë që dikush mund të kishte. Jam e lumtur që ndava jetën time me ty dhe që të desha fort, sepse ishe i paharrueshëm." Shkolla ka bërtëditur se do të ofrojë mbështetje emocionale për nxënësit e prekur nga kjo ngjarje e rëndë, si gjatë eventit, ashtu edhe pas rikthimit në shkollë të hënën. Çdo vit në Japoni është zhdukur rreth 80.000 persona në mënyrë të qëllimshme përmes fenomenit yohatsu, duke u larguar fshehurazi nga jeta për shkak të borxheve, presionit apo turpit social. Kompani të veçanta i ndihmojnë ata të avullojnë pa lënë asnjë gjurmë. Në Japoni, çdo vit rreth 80.000 persona zhduken në mënyrë të qëllimshme apo misterioze, një fenomen i njohur si yohatsu, që do të thotë të avulluarit. Shumë prej tyre vendosin të largohen vullnetarisht për shkak të borxheve, konflikteve familjare apo stresit të madh nga puna dhe jeta shoqërore. Kjo është një mënyrë për të shpëtuar një realiteti të vështirë, pa pasur nevojë për përballje apo përballim të problemeve. Për të realizuar këtë zhdukje, individët shpesh përdorin shërbime të posaçme të zhvendosjes gjatë natës, të njohura si kompani të zhdukjes. Këto kompani ndihmojnë njerëzit të largohen fshehurazi, të zhdukin gjurmët e tyre digjitale dhe të ndërpresin çdo lidhje me të kaluarën. Procesi zhvillohet në fshehtësi të plot, duke e bërë shumë të vështirë për familjarët apo autoritetet t'i gjejnë. Fenomeni i yohatsu nxjerr në pa anën më të errët të shoqërisë japoneze, një shoqëri ku turpi, dështimi dhe presioni për të qenë në përputhje me normat sociale çojnë shumë persona drejt izolimit ekstrem. Edhe pse Japonia është ndër vendet më të zhvilluara në botë, ky fenomen tregon se zhvillimi ekonomik nuk garanton gjithmonë mirëqenie emocionale apo sociale. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshim.